Edi Rama ka fituar 83 mandate, po nga ana tjetër opozita ka nisur valën e gjatë akuzave për manipulim dhe përdorim të bandave në zgjedhje. Si e lexon këtë situatë? Në mënyrën se si i shoh unë Almer, situata ka qenë lehtësisht e parashikueshme, nisur nga të dhënat paraprake me të cilat ne u ballafaquam si opinion bërës. Pra, nisur nga fakti, nga kodi zgjedhor që u miratua, i cili në një farë mënyre e paralajmëroi. Për mua kodet zgjedhore janë sinjali kryesor për rotacion ose për vazhdimsi të pushtetit. Pra, që te kodi zgjedhor u paralajmërua se çfarë do ndodhte. Nëse ju kujtohet, në 2020 ndodhi e njëjta gjë. Pra, jemi përballë faktit që për mua si ndjekës i politikës, ky rezultat ishte i parashikueshëm. Po të garantoj që kjo ka qenë lehtësisht e parashikueshme edhe për Partinë Demokratike. Çfarë bëri parashikueshëm këtë rezultat? Thash, kodi zgjedhor, listat e mbyllura, çka shkonin kundër interesit qytetarëve, sepse ishte rritur shumë pritshmëria, le të themi, për listat hapura, ishte zhgënjim i madh për qytetarët. Paktën Partia Demokratike duhet ishte partia e cila duhet ishte totalisht kundër këtyre listave, sepse këto listat e mbyllura mbyllin edhe atë fuzionin që prodhon pastaj atë frymën përfitore. Plus votimi i emigrantëve, çka domethënë u paralajmërua, sepse duke qenë se ti si opozit nuk ke asnjë farë kontrolli mbi territorin jashtë Shqipërisë, si mund të pretendosh që ti jesh më organizuar, si mund të pretendosh që ti jesh më, le të themi, më e saktë, më efektive në raport me një pushtet që i ka të gjitha, që po rezulton që edhe brenda vendit i përdor të gjitha instrumentat për të marrë votën. Pra, to dy ishin piketa shumë të rëndësishme që për mua si komentator paralajmëronin që nuk do kishte ndryshim. Unë mendoj që edhe zoti Berisha e ka ditur mirë. Zoti Berisha është njeri që nuk mundet kurrësi ta akuzosh, domethënë si i paditur, sidomos për çfarë ka ditur Berisha dhe pse e ka lejuar nëse e ka ditur? Jo, nuk e ka lejuar Berisha. Berisha është në pikën që Partia Demokratike u bë pjesë e kësaj farse elektorale Jo, nuk u bë farsë elektorale. Zoti Berisha pas një agresioni të tmerrshëm mbi Partinë Demokratike që nisi prej 2017-s, mendoj unë, një agresion i pandalshëm që vazhdoi nga 2017 deri në 2021, një agresion i pandalshëm mbi opozitën dhe plus çfarë ndodhi nga 2021 deri në 2025, pra ajo lufta e brendshme brenda Partisë Demokratike që në një farë mënyre ishte si acid në venat e kësaj organizate. Pra Berisha ishte i qartë për këtë, por i duhej që në një farë mënyre të hynte në zgjedhje dhe të konsolidonte, le të themi, atë pjesë të mbetur të Partisë Demokratike, çka mendoj që me këto zgjedhje tashmë e ka mbyllur si proces.